arsye vendosëm me zgjedh fakultetin juridik për opsione të tjera që ke Po më të thonë drejtën që interesuar në krye fakultet, për këto shkencët eksakte s'kom pas, kom qeni, për hyrë matematike kom pas, deshta me treguar një ratë që kom pas me profesorin e Ndirin Sabri Hoxhën, në zonit të kopioke ka ma hub drejtën e shkollimit krejt, po pështohet, për s'pohima nena, e jëm kom dëmoni i prirun për lancë shoqnore qito, se nuk kom pas probleme me lancë eksakte, me matematik, fizik, kimi e sen, edhe po tash me lexu, me punu, e qaja ka qenë arsyeja për çka. Edhe nuk jam penduar që e kom zgjedh. Kom shku në fakultet, ja dërzova referentit, ka qenë një Milani, një Malazes ka qenë. E more për i këshyr, o t'i djallë tha, folë ke Shqip, o t'i djallë tha, diçka tha që tu pasha migje nuk është në rregull, Shqip, folke. Thash, pse mëre? Thash, po, qka po mungon? Tha që qëtu po shkruan, tha diplom, tha me gjithë Berishën. Një zvod, certifikat lindjes me gjithë syle. Nuk më tha kështu, tha këto do të më konë, tha njëjtë. Po qashtu thashtu ne kom krye shkollën, thashe certifikatën e kom zirë në fiqari, po tha po do të më konë njëjtë. E qka më do tash? Tha do të me ndërru, tha njërën. Për me ndjerë certifikatën, me ndërru mbi emnin, e më marrë certifikat me mbi emnin, ku kom procedura, një muaj ditë ka zgjatë. Nuk ka pas shans për para me krya tu. Dhe më thonë drejtën jam dalë për jashtë e kom nisë më kajt. Se dhe isha fati shumë i shkur për me krya të punë, me bo diçka një zgjedhje. Edhe kanë thonë të prift e mos i prifsh. Dhe vana një jetë është shumë me rëndësi, kanë herë edhe fati me tecë, e unë e kupata fat aty që qiloj një drejtor dhe ushtruesi detyrës, drejtorit një Malazes, po ashtu në gjimnaz, e pa zavensut tani profesorin e Ndir Idris Regjën, që konë drejtor shkolle, për cilin kam një respekt jashtëzakonshëm, tash prap po kthehena pak në atë rreth gjimnazit. Me ardhen e tij si drejtori i gjimnazit, neve sa do pak na u kanë kriju do kushte, neve fëmijëve të fshatit. Na e kanë caktuar një sipërfaqe, një dhomën podrum. Edhe ne ka shti një stufë, ne ka sigurua do ullse për mu ullë, edhe me mujt që aty mundze, edhe uj ka pas, edhe me hongër buk, edhe me u pastru, edhe mas e kry shumë shkollën 12, deri në ora 3 ose 4 që është ashtë për para që i vind, kthej e treni për katon, kemi nejt aty. Ato ne ka mundësu i drizi, për çka kemi pas respekt shumë madh për te, përveç disciplinës e rendit që i ka pas ato sene më mos flasin. Edhe e tash, kur jem të gjimnazi prapë se që po të gjanona pak, po... Ishtë nuk ka problem, se ma mirë me pas... Edhe po i harroj senën. Në gjimnaz, deri në vitin e dytë, ma shumë se 50% landëve kemi pasur në gjuhën serbokrate. Mas vitit dytë, ka fillu me ushtu numri i mësimdhënëve, i profesorëve shqiptarë. Landë bazike, gjuhën shqipe, matematikën, historinë, fizikën hamdi Spahiu, kimin jenë ndryshëm, Maliq Osmani, Nafi Meka, e tjetëri geografini, Ndiri, gjuhën shqipe ka i Tazreca, Bistim Fazdiu, historinë. Filloj me u rrit numri, edhe gjimnazi kur e kemi përfunduar, përveç gjuhës sërbishte, vizatimit, edukatës fizike, nuk e di 4-5 anë që do që kanë qenë ma sekundare, i kemi pas, tjerat e kemi pas gjuhën shqipe krejt.
E tash po kthehen ata ajo rreth diplomës dhe certifikatës. Çka më bën, dola. Është e hupa më dhe kur s'kam shans, edhe me të vërtetë s'kisha pas shans me hi asaj pune, po fati e deshti që ashtu dhe më ranë men, shkova në shkollë të drejtorit, të za ushtruesi detyrës. Një Momçilo Vuksanović ka qenë, një malazez, i gjatë, me siguri 2 metra ka qenë, i hieshëm, ka qenë një oftër për korekcie, dhe sa ka qenë zavensi drejtorit, po dhe mas ju bo ushtruesi detyrës nuk kemi pas kur farë problemi me të. Hina në kërsita ndere dhe hina sërbisht normal, kom ditë sërbisht, nëse kemi pas sërbë dhe këtu Shqipëri dhe kom mësua sërbisht, nëse kom pas problem. Po i tregoj kështu. Çka më bo, thash nuk e di, veç po të thamë thash që ndim tjetër për mu më të madhe nuk mundesh me bo. Thash nëse nuk e kryi që tash që punë, që të regjistrim, unë po të garantoj mo kurrë në jetë fakultet s'ka më mujtë as më regjistru, as më me shku, mos e qashtu i kam rrethonat të në familje. U me ndu që ka më bo. A shko tha bledi një kësi formular diplomës, zbrast, edhe diftesën e vitit 4. Apo më sumoj për fjale 4 viteve që i kom kryu gjimnaz, se kom qenë në gjimnaz, diftesat nuk jam i sigurt, diplomën edhe sot dhe kanë që i kanë plëcu me mentor të eme. Tha shko tha plëcu, tha, që ti zvat tha malen tha një kopje mu këtu të kam në shkresat në dosje tonë, i kom plëcu diplomën, që shukon e plëcu me veç e kom bom me gjithë syla. E ta shkjo pse ka ndodhë Berisha. Jonuzin t'i zdia ke njofta jo? Jo. U ka një kusheri joni që tu, fitimi e ka njoft, ka pas krye diçka, a shkollën normal, jo ardhin e ka pas krye diçka, edhe shkoj ushtar, ishi vetëmi që kish krye diçka shkollën dhe këshyshëm si i dole këshyshëm. Derisa ish ushtar, mundohet me kalu kufinë në dalën Shqipni dhe Burgosin e Januzi i Burgosin politik. Edhe Januz Berisha. Edhe unë që aty tani, kur jam regjistruar 8 vjeçare, e kom rrë dhe e kom botet Januz Berisha, Megjit Berisha, që aty ju kon ka jashtë shekre në të punë. E ku marrë ato, ja kom quë, mi ka vullohës krejt, i ka nënshru me në shkripti, i kam edhe sot asaj ditë. Edhe shkova i dërzova, u regjistrua, edhe që shtash, kom kryu fakultetin, brana 4 viteve, në qershor nuk kom mujt me diplomu, po kom diplomu 3 shtator 1972. Që shukon që këtë periuda e fakultetit, të mani që këtë tranzicioni? Fakultetit tash është historin veti. Në fakultet, kër jemi regjistruar në vit parë, mas pari, se kjo veç fillon mas 68-shit, po gjerisa kom qenë në gjimnaz, mas gjimnazit vërtet, si student kom marrë pjesën demonstratët 68-shit, edhe filloj kadal me Ramin e Rankovicit me 1966, filloj të na ka pak me uvrejt një përmirësimi situatës, një lehtësimi situatës, nuk kish mo tërtur ndaj njerëzve për masa që ka pas, nuk i kish shumë drejtat që në takoj shik krejt mirë, po me gjitha te filloj me u përmirësua situata, edhe në fakultet, vit parë, i kemi pas lant, prap po thëmë, pjesët dërmues i kemi pas sërbisht. Lantën kryesore për shembull po i referona drejtës Romake. Na ka dhënë doktor Ivo Puhan, autori i librit, edhe një profesor me renombe ndërkombëtare. Ish profesor në fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës të Shkupit.
normal, na fillu tash me kërkue, na mësu regjistrimi, numëri pa kufizuar në fakultet. Veç i kemi shu dokumentat, edhe as ka pas provim, as test, as kur gjë heq. 270 diçka kemi qenë vetë regjistruar në vit parë në fakultet juridik në atë kohë. Në Universitetin e Prishtinës? Po, ka qenë senzacion kjo ka qenë. Privat s'ka pas atëre. Po. Ka qenë diçka, nuk kishu ku me majt ligeratat i kemi majtën në amfiteatër të fakultetit filozofik, ka qenë një amfiteatër i madh, atje kemi majt në ligjeratat krejt. Edhe filluan ligjeratat, u munoj shumë me mësue, ndërkohë kërkoj shumë, fillu me protestue, me organizue, me protestue, me na siguru profesor të në gjuhën shqipe. U morëm vesh, njëjtën gjë me mo edhe me Ivo Puhanin, profesorin e respektuar. Erdhën ligjerat, plot amfiteatri, u morëm vesh një kolegë më quhe, ka qenë një Destan Rukiqi, qashtu përcaktu. Filloj ullën katedër, hapi shënimet e veta, çka i kish, limën edhe na përshëndeti, u përshëndetëm me to dhe tha, profesor, tha monën diçka, tha unë, tha, urdhë, tha kolegë. Tha, po më vjen keq, tha, po thamë nëmën kolegëve, tha që na mo ligjeratat nuk dojmë me i digjuhet e ju. Na i dojmë ligjeratat të gjuhën tonë. Edhe na me një reagimin kështu spontan, po. Madhështia e një intelektuali, një doktori, as me uskuq, as me shpreh një ndjenjë nervoze, as një ndjenjë arrogance, me një buzëqeshje dashamirëse, tha kolegë, tha, okej, tha, unë veç po du, tha, me ju thonë, tha, diçka. Tha që bënu të bindu, tha që nuk ko marrë, tha, iz moralni pobuda, prej motivit material, për shkak motivit material, me ja u mojt ligjeratën për këtë lanë. Ka marrë, se më ka lutë marrë, se nuk ka pas kush me ja u mojt këtë ligjeratat për këtë lanë. Tha, po ju thëmë me sinceritetin më të madhë, që kisha me qenë, tha, njëri më i lumtur, nëse gjindët, bëhet një zgjedhje, tha, e gjindët dikush ta mjo majta ligjeratat gjuhën e juj, edhe aq sa kisha me qenë i lumtur, si kur kisha ditë gjuhën e juj, e me i majti këtë ligjeratë, unë me përfundu me juve, për dyshe qëndrimin e juj i respektoj dhe guximin e juj i respektoj shumë, edhe veç i ka palë për letrën, i ka shtit qantë, edhe ju dëshire gjithë mirë, edhe ka dalë. E kemi vazhduhe, tani kanë marrë profesorët shqiptara, nena, jo s'ka zgjedhje, jo dekane, jo rektore, jo... Se filloj e murë për masat, no? Edhe ka ardhë, e kemi majtë, e kemi përfundu vitin me ta, por ato reagimet tona dhanë sukses se një gjenerat e re, disa profesorve, Ragip Halili, Ilmi Ismaili, Kabil Merovci, plot tash s'po kujtohen me emër, kanë ardhë si kanë diplomue, dashtë edhe pa i kryer krejt formalitetet do kësi kurse, trajnime, knena, edhe kanë ardhë, e na i kanë majt lantë, si asistent, ose si ligjerues, edhe kështu ka vazhdu puna, në fund, marrejmë tani u bonë profesor të krejt, me Gazmen Zajm, Hajredin Hoxh, Syrja Popovci, thash Ragip Halili, jo kon kjo plejade profesorëve të mrekullueshëm, për shembull Syrja këtij Gazmen Zajmit i kemi thonë Tokfil, që ka qenë një profesor i jashtëzakonshëm me një inteligjencë me diapazon të jashtëzakonshëm në unis historinë e shtetit dhe drejtës, e sa Stavilecia, e tjetri, dhe kështu
Çka do të thonë fjala tokfir? A? Çka do të thonë fjala tokfir? Një këse filozof. Filozof, okay. Po. E kemi kryu fakultetin, edhe që shtash kam diplomu me 3 shtator, sa i përket kushteve dhe aty, ton verën. Asë njerën nuk kam pas shansën e me nejten në konvikt. Do më thonë gjatë fakultetit ju keni qëndru në konvikt, nuk keni udhëtu? Jo, kom udhëtu, nuk kam pas shansë me nejten konvikt gjatë verës. Po. O dashmar, jë martu në 1970-ën, Po. edhe unë dalë prej gjyshit edhe miqës që shtashën të fillim, nuk kishëm kolum mi krye, o dash me bo shpi, o dash me bo qka i duhet një familje në fshat me i bo kadare, tu punu, kemi prej blokër, kemi prej tullë me vlavna bitin djerin, i kemi shit baba me punë vetë me tregtime, bujësi e sene dhe qashtu kemi nbijetu dhe kemi pas një mirë qeni deri dikun. Nuk kemi vojt për asë gjo. Që kjo është taj për këtë gjimnazit nuk dhja me diçka, tash po. Deri so kemi qenë në gjimnaz, kemi qenë shumë generat aktive. Kemi qenë, kemi reagu çdo herë nëse na janë cënu drejtat, na u kanë shkel drejtat. Si rezultat ajo që është tash ke përmirësimi i strukturës të ligjeruese. A mundesh me marrë një shembull konkret se kur keni protestu ndaj rastit caktuar për shembull? Po si jo. Protesta kanë qenë mas viti 70. Fillon disa lvizje në krejt Jugosllavinë. Ka qenë një proteste madhe e studentëve të Universitetit Zagrebit. Edhe jo veç e studentëve, po edhe disa intelektualve, ndërta edhe që ky Stipe Mesiqi që ka qenë kryetari i Kroacisë, ka qenë kryetari i Jugosllavisë në fund që kur përfundoi ai ka qenë kryetari, kanë Mika Tripallo një garniture e intelektualve kroat që kanë kundërshtu edhe ata kanë shpreh një revolt për shkak gjendjes në nish Jugosllavi dhe thjesht një proces që tregonte se nuk mundet me qenë Serbia ajo që duhet me vendos për krejt me pas primatin në kodrët të atij sistemi. E neve fillu me i majt lidhet me studentët e Zagrebit. Fillu mandej edhe sërbt me kundërshtue, edhe me pas reakcione, kundërreakcion lidhe me ato që kanë ndodhur atje. Mandej pa të fillu protestat e studentëve edhe në Beograd. Çdo njeri për arsye të ndryshme të veta, edhe një ditë ishëm në bife, ka qenë Osman Kryeziu tani i diri, Baki Krasniqi, Qazim Qerimi, une, Nazmi Hyseni, Baki Krasniqi, e përmena. Edhe nuk e di edhe kush ta vallajën i studentët sërbën në amfiteatër, ke ndërtu kë aneksi i ri fakultetit juridik, edhe ka një amfiteatër i madh aty, kanë hy studentë sërbë dhe diçka po diskutojnë kundër neve. Jemi quë qaj grup, edhe kemi shku të derën. Tak në derën, nuk e qeqen. Tak në derën, ja nëse përrejëm derën me grusht. Fillon në të bodhe profesorat se e dita që po ndodhë diqka, edhe u kriju ato një rëmuj. I kemi dhonë zore dhe kemi shty derën me shpin, edhe kemi qitë prej vendit, kemi hi mrena. Kur hi mrena, ka qenë një student të folë, diqka, edhe në kryesit punës një asistent ka qenë me mjekër, nuk ja di jam në një sërb, e ku përcil qatë studentit me letër, edhe ju ku
vërsul atina, kom shku ka, jo që kom qenë i fartrimi, po malla zoti që ashtu, po edhe kemi pas një guxim, se vetë fakti që depërtuam aty, e tona e mas knapu kon, plotu kon, amfiteatri, edhe kom shku kom afru, dajta i papi, ama qatë letër, thar, po ne manisht, ama qatë letër, thar nuk ta jepi, kam rrit shoku jem baki Krasniqi, a me ti pas shpirti, ka punu si gjykac ma vona, nena, edhe u kon korpulent, edhe u kon një guxim shumë, s'ka pritu, u rej, hej s'ka pritu. Rukë u vismajku t'jipem, durt në altë nonën kështu ta bosha, edhe i ka qu shkohu durt në altë, ja kom shti dorën në gjep me durt, e me ja kom marrë atë letër. Ka ardhë, kush ka ardhë prej profesorëve dikush, ama tha, me gjithë tha qatë letër, tha shjo, thash këtë letër mundet me marrë, veç Nazmi Mustafa. Profesor ka qenë Lapjon Qikojoni, e nifsha ma afer e sene, dhe kisha besim bjallon atina. Hyll tani plot aty u mush, edhe ja kom dhënë atë letër Nazmis. Nuk e kom lexu me qenë korrekt që ka pas, po ja kom dhënë atë letër, edhe u morë muj, ata dulën për jashtë nuk guxuan me hap konflikte me u kap. Nata ne dulën para çatu një farë ndërmjetës që është mes fakultetit juridik dhe fakultetit ekonomik, dy objektet që janë, një farë borri aty. Edhe u të buëm që aty nuk u largoj shumë e dulem profesor, ta nena, deri sa fillon ka dalë me në ndonë grupe, amon, na e kryet punën, jo kryet punën e juve. Ja rrit qëllimit, ja u ndërpret tubimin. Largonu tash se për shifni situatën çfarë është, e ju marrin tani ju burgosin e sen. Edhe është e vërtet që jemi largë, mu i kemi t'i quë, e që ashtu, është një prej rasteve të shumta. Kemi protestue edhe s'kemi leju për shembull me u zgjell dekani fakultetit juridik, profesori Hajredin Hoxha. Po kemi kërku mu zgjellin njeri Mark Krasniqi. Për çfarë arsye? Kishëm një ndjenjë që ma adhetare, ma i mirë është Mark Krasniqi se sa Hajredin Hoxha, që një anëse e sen. Nuk po thamë që kone edhe Hajredini i diçka, po edhe kemi kundërshtuar, kemi ndërprej mësimin e kemi bojkotuar me javë derisa u krye ajo punë edhe o zgjell Mark Krasniqi, dekani fakultetit, dhe kemi qenë fakulteti juridiko-ekonomik. Merru mesh. Bashkë kanë qenë një fakultet, mirë për ligjëratat për studentë të fakultetit ekonomik, jenë muajt veçan, për studentë të fakultetit juridik jenë muajt veçan. E përmani këtë letën, e keni marrë vesh ma vonë që ka pas në atë letën? Jo, më të thonë drejtën, po në kapshin gjallit atër e filluar, tani kishe ma vazhdimisht ndodhi ndryshme, e shumë njere të pritë Zenulla Gruda, dijes pas edhe ju kom profesori mrekullu shumë, komon deri sa të vjen me hi provim. Edhe se kemi pas drejt studentat shqiptar, se ka një vetën mirë të profesori shqiptar, ka mujt me hitë profesori sërb me dhon provimi. Edhe anasjellës, edhe sërbi ka mujt e shqiptar. Kështu që ishëm, kur pritë shumë aty, kish edhe sërbi dhe shqiptar. Në rastisht, po bisedojnë, tash ishte kjo situata vlu i gjajve që zhvilloshin atëherë. Edhe njëri po reagon, nuk e kishte pa asnjëherë që ka qenë në ligjëratat të sërbë. Pa kolegë tha, çka po ju duhet, tha, Kroacia është studentat kroat, kadimat e majku Sërbi ju, shta? Kur e keni nanën Sërbi. Edhe normal reaguon aty, shame, kryur mujel aty, edhe i hesht aty, u të rësh që duhet për jashtë. Edhe na tash po bisedojnë e Brenonën, ja kojshë që shtu në la njilet qa u bo kjo punë, pse e la më dalë ashtu, ka shkoj, dullëm për lypo me një maliq të shakur ka vdek, edhe e mi konë, edhe për shofëm ishtë dalën në të pjesën e fakultetit ekonomikën ka dytë, të dritare i shkam karën. O, zdrav kolega, shtadish, ja nisi,
Ma hajde të po priqa, hajde të bisedojmë edhe pak rreth asaj që atje, që ajo që na thaja majka Serbia, të definojmë pak do sene. Pa kur që sa shlena atë punë kolege, nena, klena, ta shumë, ne kemi utërhik për i fjallëve, dhe edhe jashtim dorë, njoni, lena, e qitëm në borë, ka një farë staza e rrugës për me shku në Menz, dhe kom do objekte të ushtrisë që shfrytëzoheshin atë kohë për nevoja studentëve. Dojnë konë si banesa, nuk e kanë po statusin e konviktit, por shfrytëzoheshin për banem, do kooperativa e studentëve veproj ka ty e sen, edhe po shkojmë asaj staze, jemi në orë qaj bakia. S'ka të bon njëve që kam prit paks. Po nënë kështu ta bosha dhe urëzua. I kemi rate tonë kush që ka mbojshë manena kënena, një moment e ka dzire vunë. E ka repertir, e morëm vesh që i shkonaj punëtori sigurimit. Se Fedeli Seri ju ka një kolegi Gilanit, ju ka ofru bal për bal. Pucajt pshurëshan pishtole, gjuhet pshurëshan pishtole, nuk ka shkret matutje, na u largu tani u tërhashëm, edhe sefa. E tha, hajde sefe të zbol, më dhe u tërhashëm, një 2 javë tani s'kemi guxuar më shku në shkollë. A 3 balaj nuk e di varësisht sa.